Benita, po më duket. Kjo ka penalizu Benitën. Po për që ka ndru perceptimin, për që ka ndru imazhin, qysh edhe ajo ka pretendu dhe është fut për këtë arsye e ka arrit atë qëllim. Ndërsa ka arrit edhe këto. Edhe përfshihet gjithkohë në secilën situatë Benita përfshihet me krejt lojtar. Nuk i vjen maras, nuk i vjen keq, domethënë çka po më pëlqen është se ajo është po në takim që nuk janë nin shumë për Endrin, ama kur banorët e sulmojnë, ishte dashur e saj e mbron. Nuk është person me ka qenë për 4 vjet, janë rritë bashku dhe sigurisht që ka, nëse s'ka ndjenja dashurie për të, atëherë ka... Qysh me një macë me tuta 4 vjet. Jo, ajo ka deklaratë skandaloze, Benita pikrisht për këtë deklaratë meriton shumë ma shumë. E vërtet. Po, e kemi pa Benitën shumë protektive edhe ndaj njerëzve të tjerë, me kanë rrim për shembull, nëse dikush i thot diçka, një çikët që është afër, kjo ashtu kthen me njerëzit, dhe kjo pjesë e Benitës nështë është që e kemi pa tash. Ta marrim mendimin e Margaretës, se për pak harrova Margaret. Falë se më ka ndojë të pamit e digit për shumë. Ka problem. Qysh e ke pa Benitën, me qenë se jemi të folë për Benitën dhe për këto gjykimet që ja ka bo Klodi, që e dëmburin me pare? Po, dhe shta mund të lidhe dhe me pjesën e Endrit. A ka Endrit? Po, Endri. Po, okej. Nuk mendoj që, qëllimi i ti ke që me i dhez konga, me dhez mande edhe kë me projektet e radhës, por nuk mendoj që kjo gjë ka me i funksionu aq mirë. Se? Po dyqysh, mënyra mas pare, që shfrytëzoj rastin për mbik, edhe nuk e ka nga rajsen ku mi di qka, nuk e di, nështë tasër preferencat e mija, për mendimin ta nuk e di qka që publiku u vrej që, ose kish me qenë që ato dit, ajo shpërthimi i kongës, ose fare, kështu që u vrej që nuk e shpërthimi edhe mbet me aq, edhe u vrej që nuk u prit qaq me kurreshtje konga e radhës. Sa i përket Benitës, u bë krahasimi Benitës dhe Albës në lojë, më nej që Benita ka mri lojë dhe ishtash pak pa vedije, Alba me shumë vedije. Benita nuk ka pas, kena folë edhe ma herët që Benita ka pas shumë raste tjera që ka mujt hala ma shumë me i shfrytzu për të mirën e saj në lojë, edhe që nuk ka dit me i shfrytzu, kështu që shumë mendoj që Benita ka mri deri këtu shumë pa vedije. Gjithmonë e kena vrejt që të treshi për sheshi Benita ka ndërhy, nuk e dim tash a shkaktar xhelozia që ka qef kjo me kon pjesë e atij grupi apo e kanë përfshi edhe vetë janë. Është lundrimi, është Klodi që shpesh ju kanë afru vetë edhe kur kjo ka qenë distancë. Po prap treshi për sheshi ka qenë Eliona në mes të djemve, edhe pse shumë shpesh e kemi pa edhe Benitën afër djemve dhe afër Klodit. Po Benita sulmuar edhe Klodin dhe lëndrimin, jo vetëm kur ka raport, kur është e përfshime edhe Eliona. Unë pa shumë shpesh që përëvan mi përqa edhe këta dy. Unë e kom pa shumë reali, sidomos në raport me Klodin, sepse ka pas një shoqni shumë të mirë edhe me të edhe me lëndrimin. Po në momentin kur e sheh Klodin që po i afrohet Elionës, sa herë po shpallet kapitene e javës, po zgjedhet nga publiku, e ka pa që goxha shumë, pavarësisht ato hidhërimeve që po i kanë Klodi, po i të i kalonët, po rinë prap me Elionën. Edhe këtë sen ja ka thonë edhe Elionës, që ka thonë edhe Klodit, edhe aty e ka kriju një farloj i natin ndaj Klodit që është qasi personi që shfrytëzon qoftë vajzat ose kushdo që del kapitenat të javë me shku me jo afru ma shumë. Lojtar Klodi dhe shumë i zgjuar, sepse ka pa që vazhdimisht e preferuar është Eliona, i preferuar është lëndrimi, normalisht që i afrohet për me përfitu pak për i tyre. Po e vërtet, lojë mundet me ecë, po në menoj kështu që kjo gjithmonë e këmë thonë edhe ma herët në kratë të këtyne dy tjerve ka bo lojë, në kratë të Elionës, në kratë të Benisë, në kratë të lëndrimit e ka bo krejt lojën. Unë e për vetë nuk e një Klodin në një argument që shduhet logjik ku nuk përfshije njane për këtyne të tjerve. Kurse përket Benitës... vetë lojë së mban o agon se janë 20 veta, ti me dikon dush me lujt aty mrena. Njëj për shamë që është limi këtë lojën e ka të bazume në qikat, nuk po thëmë që është diçka keq ose e mirë, ati shumë miri ka konvenu për me pa një anë tjetër tina, sepse në Kosovë e kemi njoft relativisht, është tash Klodin e dojnë edhe njojnë njerëzit, po mendoj që sa e përket lojës, nëse rrinë deri në finale ka marrë kryesisht për shkak brylave që i ka pas, ma shumë se sa nështa për shkak ku dioni debate. Tash më në me thonë të njëjtin sanë edhe për lëndrimin edhe për Elionën që e kanë shfrytzuar njëri tjetrin. Jo, në mendoj që edhe lëndrimi e ka bo lojën bashkë me Klodin edhe Elionën, Eliona bashkë me këta dy, do me thonë është një unë nuk e shoh çashtu, mendoj që bën këtë treshe,
Klodi ka shfrytzu ma shumë dikta të dytë, mendoj që sidomos lëndrimi ka qenë krejtësisht pa asnjë interes në këtë grup, njaj që ka qenë edhe Liona, mendoj. Veç ka afru lëndrimi Klodit. Ja, mendoj që Klodi ka bërë zë gjatë për me pas më anjën e lëndrimit. Ka lu me dikon kohën që aty e Interes loje mendoj që, sa i përket interesit loje mendoj që lëndrimi edhe Liona s'kan pas interes me njëri tjetrin. Klodi po me të dytë, po Eliona me Klodi.